Edhe unë jam. Kjo është organizata që kam krijuar për prindrit që kanë vështirësi me fëmijët që përdorin substanca. Kam krijuar këtë organizatë për të dhënë kontributin tim, është falas, këta prindër do gjenë një mbështetje, ku do kenë dhe profesionistë, atje njerëz që kanë studiuar, mirë po edhe njerëz që kanë kaluar pra ato vështirësi me fëmijët e tyre, ku do t'rregojnë historitë e tyre se si i kanë kaluar dhe cilat janë gjërat që i kanë ndihmuar më shumë. Një nga këta është Alketa, që është pjesë e stafit tim dhe falenderoj, ku do jemi live nesër, të dielën në orën 8, do jemi live bashkë, ku do prezantojmë këtë organizatë, do prezantojmë këtë mision, sepse të ndihmosh prindrit, do thotë që të shkosh të punosh te rrënjët ku lind varësia edhe shumë gjëra, sepse e dim shumë mirë që ambienti familjar ndikon shumë në të gjithë ata që përdorin. Kam shumë dëshirë që t'jap kontributin tim, eksperiencën time që kam pasur, qoftë unë vetë me varësitë e mia me substancat, eksperiencën që kam mbledhur në këtë periudhë me të gjithë ata që kam ndihmuar, mirë po jam edhe prind, kam edhe dëshirë t'jap kontributin tim për të përmirësuar. E quaj edhe unë jam këtë organizatë, sepse edhe unë ndjej një përgjegjësi, edhe unë kam qenë përdorues, edhe unë jam prind, edhe unë jam një trajner që mundet t'jap kontributin tim, kështu që ka shumë kuptime fjala edhe unë jam, më pëlqen shumë. Dhe e di që do jetë një organizatë që do ndihmoj shumë njerëz. Kështu që mund na ndjekësh nesër në orën 8 live, që do prezantojmë këtë projekt të mrekullueshëm, që mund të ndihmojmë shumë njerëz të dalin nga situata të vështira. Kujdesu për veten.